Grupi I qytetarëve protestoi zhvilloi një aksion simbolik kundër presidentit Hashim Thaçi, kryetarit të kuvendit Kadri Veseli dhe ish shefit e grupit parlamentar të Partisë Demokratike Adem Grabovci lidhur me përgjime telefonike. Paralajmëruan edhe protestat e tjera. 2 VIP janë vizat të cilat ju dha në mënyrë simbolike zyrtarëve të lartë të PDK-s nga grupi I qytetarëve protestoi. Përfaqësuesja e këtij grupi Mrika Sefaj tha se kërkojnë përgjegjësi politike për mos përmbushjen e premtimit për liberalizimin e vizave. Rinia e Kosovës sot është më e izoluara në Evropë. Përqindja jone e papunësisë është ndër më të lartat në botë. Përgjimet tuaja na treguan që ju lehtësisht talleni me shkollat tona, talleni me institucionet e vendit dhe për më tepër, talleni me shpresën tonë për të ndërtuar një shtet që një ditë do t'i shërbejë të gjithë qytetarëve, pa dallime racore dhe etnike. Sefaj tha se përmbajtja e bisedave të përgjuara të Grabovcit po ashuajnë shpresat shumë të rinjve. Përgjimet dhe dështimi për të liberalizuar vizat na mbytën edhe më tej shpresat se ne mund të realizojmë qëllimet tona pa patur nevojë për njohje me politikanë të korruptuar dhe pa patur nevojë për të thyer ligjet e vendit tonë. Mesazhi që na dërguat përmes përgjimeve është se për të gjetur një vend pune e për të ndërruar për sukses në jetë, duhet të keni disa telefona të njerëzve, numra të telefonit të njerëzve që lajmërohen me pronto. Ky grup I qytetarëve me këtë aksion simbolik ka bërë thirrje për protestën e 7 me radhë kundër përgjimeve, e cila u paralajmërua për të martën nga ora 17.